Në kohë që jetojmë keni parë shumë gazetarë të televizione, gazeta, radio ka pa fund, po gjithsesi si kjo gazetare nuk keni parë. Është gazetare kulture, është thjesht e paaftë. Po gjithsesi ky është opinioni im, ju ndiqeni dhe krijoni opinionin tuaj. Alo, Sazan, fal, lutem shumë. A mund të më thua se çfarë trishin po ndodh këtu? Fal, po më thua që ka ardhur tenori më i madh në botë që thuajnë teatrin e operas dhe baletit dhe gjej pak unë nuk kam se me çfarë shkojnë konferencë për shtyp? Fal, a e kujton se me çfarë vajta unë të hënën punë, vajta thjesht me furgon. Ndërsa të martën, vajta me bicikletë me 3 rrota, sepse le ta themi Sazan, unë nuk di që t'jap bicikletës. Më kurën për autostop të konkurenca, ndërsa te njëjtën hipat e bagazhi konkurencës. Tani të lutem shumë, a mund të thua se çfarë treshin më ndodh këtu? Si? Aha. Ti po më thua thjesht që ky është shansi im i fundit. Shiko, në fakt, unë them që mund ta diskutojmë Sazan, sepse patjetër që unë mund të shkoj, nuk është se më bën dhe aq keq që të eci pak në këmbë, në fakt, shiko se. O çuni, taksi e ti? Ec. Ku t'eci? Ec. Jam çuni taksisit, nuk është. Më kanë lënë me rujt. Më fal një sekond, a përmbledhim pak. Ti ke uzurpuar këtë taksi kot dhe nuk di t'i japësh? Po jam po shkoj plaku te llote to vijat. Dhe thënë ti nuk di t'i japësh. Po ç'a të bëjmë, nuk di. Po pse drejshë kur themun o çuni ai taksi ti thua po? Ti nuk je taksi, je thjesht çuni taksisti. Taksi është. Shkanci. Shiko. Djali shiko të kuptohemi pak. Po. Të kuptohemi se mbase ti nuk po më kupton dhe ke shumë të drejtë që nuk po më kupton, po duhet të kuptohemi. Më ne shqipo flasim pa punë. Unë jam gazetare. Në orën 10 duhet të jem te konferenca e tenorit më të madh në botë. Dhe ora tani është thjesht 10:10. S'ka më shumë. 10:10. Më, edhe. Ta kam. Sot. Mendo. E gjeta. Që? E gjeta! Qa po? Do ta bëjmë bashk. Qa thot? Do ta bëjmë bashk, pra. Po mirë se edhe e bëjmë. Unë dhe ti bashk në lokal. Lokal? Që i ke tip aventurjel, ale? Ka e gjithem, dil ka makina, dil shpejt. Unë dhe ti bashk. Bylla, bëri Chelsea. Do ta bëjmë bashk. O, sot i madh, sa e mrekullueshme qafë, si mund t'jem ka që mirë? Po jo, po kur dua unë jam e jashtëzakonshme, po kur dua jam. Do ta bëjmë bashkë, dakor? Je mirë. Super. Je i qetë. Fix fare. Të nxo karrigja. O, shive. Ndjesh mirë. Po. Je gati? Gati. E po këtë thuaj. Po nxirja. Da. Qa shkëm? Atëherë. Qa duhet e? Si për çfarë duhet, më fal një sekond. Zemra ime e vogël dhe e majme. Unë duhet isha në një konferencë për shtyp në orën 10. Ora ishte 10:10 kur i pan taksin tënde. Tani duhet jetë rreth 10:30. Dhe gjej pak sepse ti kishe zënë një taksi të cilës nuk di t'i japësh. Atëherë çfarë mendon ti se mund të bëj unë përveç se të bëj një intervistë ty, sikur ti je ai tenori mrekullueshëm cilin unë nuk e mora dot intervistë për fajin tënd? Po taksin aty me këtë lejon. Harroj gjithçka. Si e ke emrin? Unë kam... Në fakt, kjo ka jashtë mase shumë pak në ci. Tani ti e ke emrin thjesht Zlatan Mustafaković. Mbanon? Zlatan Mustafaković. Zlatan Mustafaković. Mrekulli. Atëherë, ti djek edhe një koncert i cili ka thyer dyert e teatrit, ka thyer dyert e skenës, ka thyer zemrat e njerëzve. Do më përgjigjesh thjesht me po, se jo çfarë do lloj pyetje që unë do të bëj. Je dakord? Po taksin? Të lutem shumë. E ke ti fajin, ë?
E këti fajnë që ose më qëtëso, ri aty, qëtë. Dakor, Zlatan Mustafakovic. Zemër të lutem. Krahun? Jo, sepse si që ti mund ta dish është pak i bollshëm. Çfarë ka Dalë Zlatan? qik në ashun apo? Do ndalë, sigurisht do bësh një star, pa kuptu asve. Atëherë, gati? Përshëndetje të nderuar miq. Mirë se erdhët sot në programin e përjavshëm Çfarë dreqin kanë fal. Sa më rrugë zërin. Sepse kështu ngjaj më e besueshme. Qetëso dhe ulu aty. Mirë, Apo ju ulur je, qartë. Ka se ti duke së më këmë dhe bërje ulu. Atëherë, qetëso dhe njerë zemër krau e di vetë. Përshëndetje të dashur miq. Përshëndetje. Mirë se erdhët sot në programin e përjavshëm, i cili flet vetëm për art dhe vetëm art. E di që ju priset ka ne sot një konferencë për shtyp, por jo. Ne sot kemi vajtur më tej akoma. Ne sot do prekim zemra tuaja me një intervistë të madhërishmit, të mrekullueshmit, tenor Zlatan Mustafakovic. Ai është sot këtu pranë nesh në nga lokalet më in të Tiranës. Atëherë, zdravo, Zlatan. Çfarë përshtypje keni ju nga publiku Tiranas, i cili dje ju duartrokiti, ju hodhi buqeta me lule dhe ulëriste dhe njëherë, dhe njëherë, dhe njëherë? Po. Po. Mund t'jesh pak më bindës, lutem. Taksi. Preje këto. Je Zlatan Mustafakovic, i cili nuk ka taksi. Atëherë, miq, vazhdoj me pyetjen tjetër. I nderuari zoti Zlatan, çfarë mendoni ju për antarët e teatrit, operas dhe baletit me cilët jeni takuar këto ditë dhe keni shkëmbyer eksperjencat tuaja? Jo keq, jo. Duhet ta falni zotin Zlatan, sepse ai sigur... Fal preje pak. Të lutem! Duhet bësh sikur! Sikur. Bëje mirë! Oj ky! Përshëndetje të nderuar miq, edhe një herë jemi këtu me zotin Zlatan, i cili do të na flas për eksperiencën e tij të jashtëzakonshme në teatrin e operës dhe baletit. Atëherë, zoti Zlatan, po thonim, çfarë mendimi keni ju për koncertin që datë mbrëmë? Bukur, po. Shumë bukur. Je i vakët, je pas një lloj intonacioni dhe nuk po e beson fare atë që po thua. Dua më fare të merrem me ty, më shtuk. Shko tek ajo taksia jote, me cilën me siguri nuk do të transportosh as sot, as njëri tjetër. Lam të mirë. Përshëndetje të dashur miq. A e dini se çfarë ndodhte dje, pikërisht kur tenori i mrekullueshëm Zlatan Mustafakovic po interpretonte madhërishëm në skenën e teatrit, operas dhe baletit? Po e di. Ju pristi një intervistë, ju pristi një konferencë për shtyp, por jo. Ne do shkojmë përtej të nderuar miq. Ndërkohë që ai thyente me zërin e vet, jo vetëm skenën, por edhe zemrat e njerëzve, ai ka thyer edhe një plak në sheshin e madhërishëm kryesor të qytetit të Tiranës. Shikojeni pak këtë vrim, e cila duket e vogël, duket e pambrojtur, duket e pavlerë, por mbrapa kjo vrim fshe një histori. Kjo vrim fshe historinë e zërit atij burri të mrekullueshëm, i cili mrekulloi këtë qytet. Mbase jo aq të mrekullueshëm, por që gjithsesi e mrekulloi. Dhe ja,
Ja ku e keni, një nga qindra plasaritjet që u bën mbrëm nga zëri i tij jashtëzakonshëm. Sepse mos harroni, ne nuk shkojmë thjesht tek lajmi, por ne shkojmë për te. Për televizionin lokal. Ta manjër dhe ato në telefon. Një sekund, se kam të... Alo, Sazan. Alo, Sazan. E ke gati lajmen, po të vjen kaseta tani. Miru pafshin. O, sot sa jetë vështirë që ka.